Ne kemi diskutuar edhe çfarë probleme Zonja mund të Osmani kemi. në lëvizjen vetë vendosur që kanë thënë Zonja Osmani e ka bërë një gjë të tillë sepse me deklarata në kohra të ndryshme ka dalë kundër, ka thënë se po bën bigjoz me aleatët dhe me një farforme ka thënë që kjo është një bespremje nga Zonja Osmani në raport me Jo, absolutisht. Atëherë pyetja vetëm për këta që nuk kanë qenë fare në takimet e mia me zotin Kurti. S'kanë qenë, po janë protagonist deputet, po. Jo, protagonist njësoj sikurse ju. Pra sikurse ju që e keni dëgju fjalimin tim, e kanë dëgju edhe ata vetë se kanë qenë në parlament. Pra në qoftë se unë e kam bajt një fjalim të tillë në nëntor 2024. Po. Pyetja është pse, pas këtij fjalimi, zoti Kurti ka ardhur me 10 herë në zyrën time dhe ka kërkuar bashkëpunim për 10-15 vitet e ardhshme. Nga kush bashkëpunim nga aleatët? Apo me ju? 10-15 vite ka planifikuar. Domethënë këto ka ndodhur pas këtij fjalimi. Ka kërkuar që ne të ndërtojmë bashkëpunim edhe për 10-15 vitet e ardhshme. Madje kemi diskutuar. A ka zgjedhur në tavolinë shqetësimi nga ai fjalim zonja? Kur nuk e ka ngritë këtë çështje deri mos gabofsh aty ku ka 4 marsi. Mirë po, ideja është në qoftë se kjo i ka penguar, atëherë unë do ta kuptoja dhe do ta mirë kuptoja sikur të vinte në 10 orë të vitit 2024 dhe të thoshte te ke këtë qëndrim, unë e kam këtë qëndrim. Miru pafshim, faleminderit për bashkëpunimin e deri tanishëm dhe nuk do të kishte asnjë problem fare.